Shkojmë në një foto tjetër, dhe këtu shkojmë shumë kohë për para. Tashi, çdo njeri e nje Beckenbauerin. Po ti çdo aty? Se që ke mu mbrapa. Atëre të ta shpjegoj, ajo me syze që duket atje është vjera ime. Okej. E cila ka qenë drejtoresh e Institutit Skulpturës, Shkuta Çelkupa. Dhe këtu ka luajtur kombëtarja jonë me kombëtaren e Shpresa, kombëtare Shpresa, me kombëtare Shpresa gjermane, dhe në atë kohë Beckenbaueri ishte po merrte kombëtaren gjermane, edhe kishte ardhur për studiuar elementet e shpresave që kishin gjermanët, dhe mas pak muajve ai mori kombëtaren gjermane. Dhe këtu është Ilyas Çeço, ish futbollist i famshëm i Dinamos dhe kombëtarës. Është në Shkodër, në stadiumin e Shkodrës, dhe një shok im i ngushtë që e kam dhe sot e kësaj dite dhe dje isha me të, që quhet Ardan Lipivani, që punonte në Kino Studio Operator, ai më ka bërë foton. Ç'a ndjen kur e sheh këtë foto? Si të duket vetja jote e ka komentuar më shumë i Vilzani, po duket se kam qenë çuniri në ato. Shiko, ti më dukesh, e para punës ti më dukesh i vetëdijshëm që po bëhet një foto njëherë. Se po ta shohësh e ke parë. Sepse ai më pa, e kuptoj, edhe u afrua, është gjatë ndeshjes, kjo nuk është pushim, është gjatë ndeshjes. Se po ta shohësh janë përqendruar njerëz shumë të përqendruar janë. Përqendrimi i ftohtë kalkulativ tipikisht gjerman i Beckenbauerit. Do t'rregoj një histori, nuk e kam thënë. Çuditërisht në stadium nuk ndodhej Sababizi. Personaliteti i futbollit shkodran. Dhe ky e kërkoi. Dhe kanë prunë në pushim, e kanë gjetur diku, s'kishte bilet, e kanë gjetur dhe e prunë dhe kanë ndenjur në pjesë. Kjo është gjatë pjesës së parë. Gjatë pjesës dytë janë shtrënguar dhe është ulur gjithë me Beckenbauerin. Shkojmë në një foto tjetër. Tani, këtu vim, ti ke foto me të tërë, ne kemi foto dhe bashk, me shumë kolegë të tjerë, do të tregoj një foto të një kolegu, por ti gjithmonë, kur je referuar në miqësinë tonë të gjatë, me tregime për të tjerët, ti ke patur një rrëfim të veçantë për Lakon. Pse? Sepse në radhë parë unë kam qenë një nga shokët më ngushtë, mos them më i ngushti i vllajt vet, që s'jeton më. Që ka 20 vjet që është larguar nga kjo jetë. Dhe që në fëmijëni jam njohur, por miqësia jonë u thellua shumë kur unë fillova të bëj karrierë në Kino Studio. Dhe ka zgjatur të paktën një 15 vjeçar, jo se s'ka qenë më vonë, po punët e mia në media kanë qenë shumë të ndërlikuara. Unë bëj gjithmonë të njëjtën pyetje për Lakon. Bëj gjithmonë të njëjtën pyetje. Asnjëherë nuk kam marrë një përgjigje me vul të vendosur përfundimtare. Ishte ky i vetëdijshëm për veçantësinë e vet si aktor? Mendonte ky që ishte një aktor shumë i veçantë, që vendit i vjen rrallë? Ky dinte, ashtu siç e ka ditë Timo, siç e ka ditë miku tjetër imi, shoku i ngushtë Ndriçim Xhepa, që këta nuk luajton teatr në film. Këta e kanë ditur. Okej. Ishte natyrë e vështirë? E vështirë në pamje të parë, ky është një kolonjar nga pamja dhe nga karakteri, dhe brenda vetes ishte një përmetar frashëllis që kishte maman. I but në ekstrem brenda vetes. Por kam dëgjuar me Vlanin që tha general, me të vërtet ishte një general dhe në kuptimin jetësor përveç sa atij artistik. Shkojmë një foto tjetër, absolutisht i dashuruar ka qenë Lako. Shiko, kam një përshtypje që çdo njeri që e ka njohur e njeh Ndriçim Xhepën është i çarmatosur nga antiheroi që Xhepa natyrshëm luan në jetë dhe domosdoshmërisht pastaj edhe në film. Ty vetë në këtë miqësi të gjatë, si e ke lexuar ti? Di të them sepse kam qenë shok përpara se të bëhet aktor. Dhe nuk e ndaj dot. Po ma lexo në dy linja paralel. Ja, më përpara kemi qenë bashkë me ca shok tjerë, e kuptoj, ishim në Prag, netëm një 3 ditë. Dhe shiko, për mua është lart ky. Patjetër. Ky është lart fare. Po patjetër. Sepse ky s'luajti teatr as në teatr. Po.
Ferdinando Krafti nuk e ka bërë dot njeri, kam qenë producent e asaj shfaqje, i vetmi që kam bërë teatr, ka qenë producent i kësaj gjë që ngelet. Dhe vitet e mira të tij me një punë gjigante që kishte edhe çik probleme shëndetësore, ky bënte shfaqje për Nan Teatr, ky luante paralel 2 filma, domethënë vitet 80 deri nga 94-5, Ndriçim Xhepa është si Ricardi dikur në fillimet e kinematografisë. Ka qenë e vështirë të menaxhohet nga pikpamja profesionale? Okej, miksore e kuptoj. Është kështu, nëse bujare tim nga gjë shumë korrekt në orare ndër, çimi është çik më sportiv, por ama përgatitja është ekstreme. Shkojmë në një foto tjetër. Shiko, e ti pse ta ka vendosur këtë foto, se ti ke patur një dobësi të madhe të cilën nuk e ke fshehur kurrë. Edhe kam përshtypjen që ke mbetur gati i ofenduar nga humbja e jetës. Më hape një temë që doja ta thoja kur të dali një foto tjetër, po mua më ka qelluar në këto 6 vjet e fundit. Do të bëj një listë shumë të shkurtër njerëzish që i njihni dhe ju, që kanë ikur nga kjo jetë. Patjetër që Giovanni hyn tek mund ta quaja vllai vogël në kuptimin profesional po dhe jetësor. Duhet kemi parasysh një gjë. Këti djali nuk janë dhënë shumë meritat për arsye që dihen në raport me atë çka ka prodhuar. Ky është i vetmi person i kinemas në 35 vjeçare të kohës që jetojmë, që ka bërë një trilogji që në frëngjisht quhet komedi français, që është të qeshësh duke qarë dhe të qash duke qeshur. Dhe po t'i përmend 3 filmat, që në një farmase kanë të gjithë lidhje njëri me tjetrin. Funeral Business, më fal, më kanë trova Parullat, I dashur armik dhe Lindje Perëndim Lindje. Ti e shef filmin dhe edhe të qeshet edhe të qahet, të 3. Të cilën ky e ka bërë, thon ata që e ndjekin pas forcim, në sensin që ja ka dalë, sepse ka